Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe përkundër faktit se Zoti i Madhërisëm e ka porositur njeriu që të mos devijon në jetën e kësaj bote, megjithatë përballë shoqërive shpeshherë janë shfaq dukuri të dëmshme, të rrezikshme, të cilat i kanë devijuar njerëzit dhe shoqëritë prej rrugës së drejtë. Besimtari i mirë dhe i vetëdijshëm kurdoherë që jeton në jetën e kësaj bote dhe përballet me të keqen, ai rreshtohet në krahun e të mirës dhe bën përpjekje maksimale që ta kundërshton në mënyra të ndryshme të keqen me cilën mund të ballafaqohet shoqëria e tij. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke i pas parasysh dukuritë e dëmshme në shoqërinë tonë, të cilat po rrezikojnë familjen, shoqërinë, dhe në anën tjetër duke pas parasysh përgjegjësinë që kemi si besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do t'i them një 2-3 fjalë hyrëse në lidhje me rëndësinë e promovimit të veprave të mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Të ndershëm vëllezër besimtar, padyshim se Islami është fe që e ka dizajnuar Zoti i Madhërisëm. Dhe kjo fe i ka disa parime, rregulla e disiplina të cilat duhet i respekton besimtari në mënyrë që të jetë i dobishëm për familjen, shoqërinë dhe rrethin në përgjithësi ku jeton. Të ndershëm vëllezër besimtar, të gjithë e dimë se në Islam janë 5 shtylla. Por është interesant se kanë thënë dietarët e mëdhej, ato që janë marrë me studimin e Kuranit, thotë shtylla e 6 e Islamit është që ky guximi për me i thonë po të vërtetës dhe me i thonë jo të vërtetë, pa vërtetës. Nuk vlen jeta si musliman, si besimtar, s'vlen asnjë gram si besimtar, nëse nuk i guxim mi thonë të mirës e mirë dhe të keqës të keqe. Pra nuk të ban dobi feja, nëse nuk e ki këtë parim me veti. Dhe ne sot po jetojmë të dashur vëllezër me një kohë që dështimi në shoqëri ka ardhur jo se e keqja është e fortë, po për shkak se e mira ka hesht. Jo se e keqja është me shumicë, po për shkak se të mirët e kanë hesht të mirën dhe e keqja ka blerë terren në familjen, shoqëri dhe njerëzimin në përgjithësi. Pra vëllezër të dashur, si hyrje po e baj këtë temë se do të flas më gjatë. Feja na ka mësuar se besimtari do të me pas guxim, dëshirë dhe dije dhe përgjegjësi me kundërshtu të keqen në gjitha format e mundshme me të cilat mund të ballafaqohet. Dhe mu rreshtu me të mirën, pavarësisht në çfarë rrethana gjendet ideja e mirë. E sot kemi dështu në si shoqëri për shkak se në ka humbë guximi për me i thonë jo të keqës. E pasaj keqja ka blerë terren dhe po krijohet përshtypja se gjithçka është keq në shoqëri kështu me radhë. Vëllezër të dashur, heshtja përballë të keqës e përshpejton shkatrimin e familjes, të shoqërisë, por edhe të shtetit. Heshtja përballë të dukurive të dëmshme të këqija është një prag mbi cilën ndërtohet e ardhmja në mënyrën më fatale të mundshme. Prandaj Islami, feja Allahu xhallahu ala, na ka mësuar se besimtari do të më qenë gjithmonë zë i të mirës dhe më qenë kundërshtar i hapur i të keqës, pavarësisht kush e promovon dhe kush thirr në të keqen. E shefni vëllezër çfarë gjendje kemi ardhur na si musliman. Do me thonë, i shohmi gjanat e këqija, por nuk kemi guxim mi thonë keqës si e keqe. A mund t'i bëjmë pyetje vetes në herë na si musliman,
Çka mendon ti nesër ku dalmi para Zotit madhrishëm? A ka mu na bë dobi namazi, agjërimi, kur na pyet Allahu pse se keni kundërshtuar të keqen? Çka mendon ti? Kjo ideja se ti dush më kanë musliman i mirë vetëm brenda mureve të xhamis, nuk ka ide e Islamit. Këtë ide na për libra e kanë shtin jo muslimant. Mi tha muslimani s'ka problem, ti i mirë vetëm brenda mureve të xhamis. Ama si dalsh jashtë mureve të xhamis s'ka problem, ti je modern. Këtë punë të këshia do të mi ba. Kjo nuk ka ide e Islamit. Kjo është një kurth që kanë bërë të tjerët, e kanë me të marrë në qafë në këtë dunja dhe në ahiret. Se me qeni musliman është begi një standard i lartë. Dhe kriteret e Islamit si ka vendos njeri, Allahu Gjelle Wala. E s'murish me kanë musliman i mirë, i devotshëm dhe me shpresu problem të Zotit madhrishëm, nëse s'ki dallim për të keqit njëtën se bote. Edhe nëse i falë 5 kohë namaz. Pra me kundërshtu të keqen vëllezër është parimi kësaj feje. Allahu Gjelle wa Ala në thanë në Kur'an: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr." Le të jetë një ummet në tokë, periferohet muslimanëve. Yad'una ila al-khayr, që thrasin në veprat e mira. O ya'muruna bil ma'ruf, i urdhrojnë njerëzit me veprat e mira. O yanhauna 'anil munkar, dhe i ndalojnë prej të keqes. Ulaike humul muflihun, të tillët janë të shpëtuar. Vetëm ky grup i njerëzve shpëton. Jo ata të cilët janë alat me të keqen në jetën e bote. Vëllezër të dashur, nëse lexojmë Kur'anin famëlart, e gjejmë Kur'ani përmend një numër të madh të popujve të mëhershëm që janë shkatruar. Një prej shkaqeve që është shkatruar një prej popujve më të fuqishëm në tokë ka qenë heshtja përballë të keqes. I mirë ju kanë i mirë vetëm brenda mureve të xhamis. E kur ka dalë jashtë mureve aborrit të xhamis, masën e kanë dalluar njerëzit që ky i namazit a nuk ka i namazit. Edhe Allahu e thot me lajkeve në mëngjes, s'ka hajër thot për ti popullit që nuk din me bë dallimin mes mirë dhe keqes, dhe i ka fundos. Pra çfarë vlerë ki si besimtar ti dhe unë, nëse jena të barabartë në punë me tjertë? E dini mërë vëllezër që ka do me thonë mira Allahu në sejdë. Ai që i bja Allahu në sejdë ka privilegju Allahu. Të ka dhonë diçka që i ka tjerë ju mungon. Mos e përdhës sejdën, namazin, të bojnë njëjtë me ata që janë jashtë xhamive. Tu i bë punë të njëjta që i bojnë ata. Se s'të banë dobi pas nesër namazin. Pra na duhet i thumit keqes jo të dashur vëllezër. Dhe është transmetuar një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka shpjeguar se çish ndalet e keqja. Na tha Rasulullah dhe i vendosin këtë hadith parime çish ndalet e keqja. Fa men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Tha kush e sheh një të keqe në shoqëri, le ta ndal me dorë. Le të bëjë dorë fuqishme që ndal keqen, e privon keqen. Fa in lam yastati' fa bilisan. Nëse smurët më bë dorë e hekurt që parandalon të keqen, e lufton të keqen, fa të paktën le ta lufton me zamë, me gojë. Le të flet, le të dëshmon se s'jemi të tharë të keqes dhe jemi kundërshtar të rrep të saj, pavarësisht epilogët. Fa le të fol me gojë. Edhe në fund ta nëse smurët edhe me gojë me thonë vërtetën e me përkrat vërtetën, fa bi qalbihi, le ta urren me zemër. Dhalike adhafu l'iman, por kjo është shkalla me dobët e imanit. Nëse ti s'ki guxim me ndalë të keqen, s'ki guxim me folë për në të keqes, e man heshtje, çka mund me ndryshu vëllezër situata nëse ne mojna në heshtje? Çka mund me ndryshu? Çka mund në me bana nëse e majmë në zemër edhe s'reagojna? I dhu njerëzët, pse s'ja thu filanit, për shembull, se që i thu kjo punë s'ban, po to gjë u rrej me zemër, a mos unë ja thamë. Jo më vëlla, po ty të ka vdek imani. Ty të ka vdek imani. Se ti dush mja thamë të keqen, me ndalë të keqen. Vëllezër e kanë pyet njënin për shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thonë,
kur është fitnja sprova më e madhe e shoqërisë. Ka thonë ky shokje i Rasulullahit, thot fitnja sprova më e madhe që kanë me përjetu njerëzit është, thot kur përballë të keqes dhe të mirës, njerëz të mirë nuk e zgjedhin të mirën, edhe pse është i mirë vetë. Thot kjo është provë e madhe. Pse? Sepse kanë mja dhanë qelsin dorë të keqes. Por këtë arsye kanë thonë në filozofi, në për libra ndryshme, një popull që s'reagon ndaj të keqes është sikurse të vdekurit në varreza. Çka do t'i banë për mi varrej sot me thonë ki keq, se ka vdek. Çështu vdes një popull kur s'ka guxim i thonë të keqe. E aq më keq i dekapitulon vlerat kur i duar të roket të keqes. Vëllezër, kjo feja jonë do burra, do njerëz të dishëm, të sinqert. Për ndryshe, veç mi thonë vetit musliman, e mashtron vetën, familjen, dhe nesër shkon të Zoti Madhërisht me një kost të pekit madhe. Pra i pojetojmë me një kohë që na duhet një zaj fuqishëm me ndryshu gjendin për mirë. Mos mi leju antivlerat me u shpërnda në familjen, shoqëri. Mos mi leju antivlerat me dekapitulu fatin e popullit, shtetit. Mos mi leju keqen me ndryshu dhe me përmbys një kontribut të madh qindra vjeçar të këtij populli për kënd dhe për fe. Por ne duhet të reagojmë të dashur vëllezër. Dhe nëse shihni një njeri i cili është namazli, dhe të njëjtën kohë i ban të njëjtat vepra që i bajnë tjerë që se din çka namazi, ti veç ja ban X. Ky as se ka kuptu fejen, as dinin, as moralin, as etikën, s'ka lidhje kjo me dinin Allahut xhallahu ala. Pra ne duhet të reagojmë të dashur vëllezër. Duhet mësohemi të jemi zë kritik në familje, mas pari për vetës, pasaj familjen, shoqërinë dhe rrethin ku jetojmë, nëse duam të përmirësojmë gjendjen. Nëse jo, atëherë ne duhet të tërkasmi keqës dhe gradualisht do të fundosemi njëri pas tjetrit, gjenerat pas gjenerate, dhe pasaj do të shkojmë si shkuma detit për se bote duke mos pas asnjë vlerë. Pra Islami të dashur vëllezër i ka 5 shtylla, e shtylla 6 e kësaj feje është me promovu të mirën, me promovu të drejtën, me kundërshtu të keqen, me kundërshtu pa kompromis, mënyrë që t'ja hapmi rrugën të mirës dhe t'i pres me ditët më të mira të jetës. Unë këtu pe përfundoj për shkak edhe të kohës me lenë Allahut Azza wa Jall me vazhdu gjumave tjera. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.